Armiku shekullori shqiptarëve marrën? Vetvetja. Domethënë ne problemin e kemi pasur gjithmonë tek vetvetja. Problemin e kemi tek njësimi i qëndrimeve, Jo për ëndërria osmane, jo serbe. Ato konfliktet që nuk dim të zgjidhim. Jo, unë duhet ta shohim tek vetja një herë. Në pas tek tjerët. Duhet të zgjidhim gjërat me njëri tjetrin, të zgjidhim problemet me njëri tjetrin, sepse shpesh debatet dhe problemet i kemi ngjallur ne vet ka shi njëri tjetrin. Tani, çfarë duhet presim nga të tjerët ne? Nga ata që në histori njihen si pushtues. Të jenë të mirë me ne, po nuk mund të presim. Një pushtues nuk mund të jetë i mirë. Nuk ka pushtues të mirë dhe pushtues të keq. Ka pushtues të keq, se është pushtues. Por ne problemet rreth parë duhet i zgjidhim mes vedit. Pastaj të shohim tek tjerët. A i kemi zgjidhur ne problemet me njëri tjetër? Sigurisht jo. A kemi në një klasë politike që është e gatshme të zgjidhë probleme? Natyrisht jo. Të paktën deri në këtë moment. Sigurisht që ka dëshirë për t'i bërë, por nuk shoh atë dëshirën që në fakt duhet jetë. Duhet jetë një dëshirë shumë herë më e fortë. Duhet jetë një dëshirë që nuk duhet të druhemi ta tregojmë. Nuk duhet kemi frikë të tregojmë se ne jemi vëllezër me njëri tjetrin. Se kjo është e vërteta. Nuk mund të bëjmë të vërtet tjetër. E vërteta është një, që prandaj quhet e vërtetë. Kush na ndoh, kush na acceptoi tukat? E kam bërë këtë pyetje edhe më herët. Kush është fajtori kryesor pse shqiptarët janë të ndalur? Po ne kemi dy momente, ato njihen dy momente historike. Konferenca e Berlinit dhe konferenca e Londrës. Janë dy momente historike që janë të identifikuara. Janë të qarta, mënyra si u ndanë. Shqiptarët kanë patur një fat të frikshëm. Unë sot në botë nuk mund të gjesh një vend që të jetë i kufizuar me vetveten. Në çdo krah që ti do të kalosh kufirin, do të gjesh shqiptar të tjerë. Njëjta ndodh dhe sot, për shembull, jo vetëm më përpara, po dhe shqiptarët e Kosovës, në momentin që kalojnë gjithkund kufirin, prapë me shqiptarë janë kufizuar. Apo nuk është kështu? Jo, vërtet. Kjo është historia dhimbshme jona. Ashtu si që është historia dhimbshme për shumë zona që janë deshqiptarizuar, kur shqiptarët janë detyruar të largohen. Ne kemi folur bashkë për Nishin, për Prokuplen, për Kurshumlin, apo kemi folur për Sanxhakun e Pazarit të Ri, ku shqiptarët sot për fat keq deklarohen masivisht bosnjak, pavarësisht se janë aty. Apo kemi folur për Plavën e Gucin, kemi folur për Tivarin, kemi folur për Ohrin, kemi folur për Manastirin, kemi folur për atë Shkupin, që ishte dikur qyteti më i madh i jetuar nga shqiptarët. Ky është një fat tragjik i shqiptarëve. Dhe ne, sot, ajo që unë shikoj të paktën tek institucionet shkencore, është që ne kemi një lloj drojti të tregojmë. Shko, janë ca gjëra që duhen treguar. Janë ca gjëra që duhen ngritur. Dokumentat janë, nuk po flasim për ngjarje të ndodhura, nuk e di para 2000 vjetëve. Sigurisht dhe për ato duhet folur. Po flasim për ngjarje të ndodhura në 1912-ën, 1913-ën. Po flasim për masakra që janë bërë në 1944 në Çamri. Ka njerëz gjallë. Atëherë pse duhet kemi frikë që këta njerëz të gjallë ne ti marrim dhe ti çojmë përpara gjykatave ndërkombëtare dhe ata të dëshmojnë atë që kanë kaluar mbi shpinën e tyre. Pse duhet më pas frikë? Jo, nuk është normale. Siç nuk është normale që ti thush sot Kosovës kërkoj falje para kujt Kosova? Para kujt kërkojnë falje shqiptarët e Kosovës? Kush është gabimi i shqiptarëve të Kosovës? Ishin tokën e tyne. Janë autokton në tokën e tyne. Dhe ishte një pushtues që i vriste, i priste historikisht. Falje kujt? Edhe mbret, edhe masakron, edhe myt, edhe mdhunon, edhe mpërdhunon, edhe mlë me të rinj pavare, dhe më thua kërko falje? Ku është kjo? Ku është parë? Nuk po flasim në këtë moment zëre se nuk jam shqiptar, po flas sikur jam një qytetar i Europës. Edhe po ta shikosh nga larg, kjo është e dhimbshme. Ti thua që populli mohoi gjithë ato dhimbje që ke kaluar dhe kërko falje ka shik këtij tjetrit që erdhi dhe të vrau dhe të preu. Kjo nuk është normale. Dhe ne nuk duhet kemi frikë ta grepzërim për këtë gjë. Nuk duhet kemi frikë të tregojmë gjëra siç janë.
Kaq. Bravo. Kryetor, Marini shumë mirë tha, pse do të kërkojmë falje na? Kur ne nuk ishim pushtuesit. Nuk besoj dot që që dikush me mendje të shnush mund të na kërkojë një gjë tillë, po që ne do të bëjmë luftën ashtu siç tha dhe Marini me vetveten, do të mes vete dhe t'ja shtrim dorën njëri tjetrit, t'i lam anash ato i natet personale dhe t'ecim tutje. Do të në thash edhe më herët. Si shqiptar, asnjëherë, prej që ekzistojmë si kemi qenë në pozicion më të mirë, pozitë më të mirë, do të në rrafshin ndërkombëtar po edhe kështu. Kështu që kemi nevojë shumë, do të me qenë bashkuar, të koordinuar dhe me ecë përpara. Nuk është që s'ka bëu, që s'ka progres, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në Maqedoni, po edhe si shqiptar në tëndësi, do të po, a jem të kënaqur me atë që është arrit deri sot, jo as pak, do të si jem të kënaqur, sepse mundësitë jem kanë dhe janë prap. Hala më shumë, në qoftë se neve jem bashkuar dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Marin, prej shumë thonjeve që i kom marrë që kanë thonë njerëz dhe publicistë shkrimtarë ndryshëm të huaj, njëra më ka pëlqyer shumë. Tha nëse do të hapën historitë e botës, për shqiptarët shumë perandori dhe shtetit do t'i merr lumi. Sa qëndron kjo? Po jo, tani janë sa element historik që janë të identifikueshëm, të qartë. Çuditërisht, ne i kemi lënë krejtësisht më njanë, nuk i kemi trajtuar. Unë për shembull në këtë moment jam duke u marrë me një temë, me një dokumentar mbi Aleksandrin e Madh. Në vitin 1926, shteti shqiptar ja vuri lek pikërisht për Aleksandrit të Madh. Dhe leku i parë ka patur Aleksandrin e Madh në njërin krah të faqes tij. Sot ne kemi frikë ta përmendim faktin që ai nga 4 gjyshër 3 i ka i lirë. Dhe si historia e Aleksandrit të Madh ne kemi frikë të përmendim edhe elemente të tjerë historik, po marrin rast revolucionin e famshëm të vitit 1821 që çoi në krijimin e shtetit grek. 90 nga 100 ronj janë shqiptarë. Tani ky është fakt, është i dokumentuar, është i qartë, ashtu siç nuk e di, për shembull që fakti që qyteti i Manastirit ka qenë kryeqendër e rilindjes kombëtare. Ne nuk mund ta bëjmë këtë gjë sepse janë dokumentat që e thonë. Pra, nëse ne arrim të njësojmë institucionet tona shkencore, të bëjnë një punë më të fortë, të paktën institucionet, dhe të mos kenë drojtje ti tregojnë gjërat. Jo vetëm ti tregojnë gjërat për shqiptarët, por veprat të prodhohen